Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Në ligjëratën e kaluar kemi përmend shumë prej manifestimeve të plagështisë. Kur njeriu mund të vërejt vetveten vetë që ka kap plagështia dhe dëmbëlia dhe përtaqësia dhe pasiviteti. Pastaj kemi kalu të shkaqet që ndikojnë me e kap me godit njeriu plagështia. Kemi përmendur dy, do të përmendur edhe të tjerat, pastaj edhe në fund do të përmendur disa prej çështjeve që na ndihmojnë me kuru edhe me mjeku këtë plagështi. Shkaku i radhës është pak a shumë e kemi përmend tek manifestimet. Pas nuk është edhe e keqe që me ripërsërit, për arsye se nganjëherë disa prej manifestimeve që i vren njeriu mund me qenë si sebet nga njëherë që në të njëjtin kohë edhe me konë manifestim, po edhe me konë edhe shkak. Për shembull për kësajna, që ka të bëjë me një pikë që kemi përmend të manifestimit është lidhja e zemrës me dunja dhe harresa e ahiretit. Do të thonë njëra prej atyre sebepeve kryesore të shumë prej vëllezërve, të shumë prej thirrsave, aktivistëve, prej njerëzve ibadetxhi, që ka plagështia është që zemra tyne u lidh me dunja. Edhe ka nis me uzbeh çështja e ahiretit. Do të thonë nuk ka në vëmendjet e tina ahiretin, po çështjen e ka vetëm në çështjet e dunjas dhe zemra tina është lidh me dunjan. Për këtë arsye edhe pastaj edhe rëndohen edhe dhurimet, rëndohet edhe kërkimi i diturisë. Kur njeriu kapet për dunjan, edhe harron ahiretin, atëherë i vinë rënd ato adhurime. I vinë rënd kërkimi i diturisë, i vinë rënd edhe me thirrja zindavet, se zemra tina mos se ka preokupim. Nuk ka ahiretin preokupim, me pa ka çështjen e dunjas. Çështja tjetër është se nganjëherë tek disa prej vëllezërve dhe motrave mund me ndiku, ose sidomos tek burrat, tek meshkujt, mund me ndiku bashkëshortet e tyre dhe fëmijët e tyre që ata mos zbrapse dhe mi kap plagështia. Dhe i kemi dy ajete kuranore, në të cilat mund me argumentu për këta. Thot Allah azza wa jalla wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Dini se malli juve, pasuria juve dhe fëmijët e juve janë fitne, janë sprovë. Që Allah azza wa jalla sprovon nëpërmjet tyne. Nganjëherë njeriu martohet për më rahatu, që me ndihmu gruaja tina në çështje të adhurimit dhe në çështje të kërkimit të detyrisë. Kjo është nimet. Me ta mundsu Allah azza wa jall një gruë e cila edhe ajo e ka preokupimin fen Allah azza wa jall dhe të ndihmon ty në kërkimin e detyrisë, edhe në adhurim, edhe në davet, edhe atëra kjo është nimet. Kjo gruë, do të thonë, është një prej atyre nimeteve më të mëdha që të njeriu në këtë botë. Al-mar'atu salihah, gruaja e mirë, gruaja e devotshme, e cila nuk e pengon burrin e saj, mirë pa i ndihmon, është përkrahase, është ndihmës. Mirë pa anën tjetër, kemi asë lloj grash, të cilat vetëm stopojnë dhe pengojnë njeriu nga kërkimi i detyrisë, nga dersat, nga adhurimet, nga daveti. Në aspekt jashtë me këshyr, atina i duket që nuk ka problem. Sepse është martu për shembull për shkak të bukurisë ose për shkak të që ka para ajo. Mirë po, ka ndiku që ajo për shembull me kërku për tina shumë çështje. Shka nena, shka kënena, shka një udhim, shka një tjetër një udhim, filan shoqja jam po del këtu, po merr pjesë këtu, po shkon në këtë restoran, edhe unë po du me shku këtu, edhe pse na s'po shkojmë, pse na jemi larg prej njerëzve, nuk jemi mbrapa tyne e kështu me radhë. Domethënë, veç preokupohet me ose me blerje, ose me udhime, ose me çështje të dunjas. Kjo është fitne, kjo është domethënë sprov që Allah azza wa jall ja ka thënë në shtëpinë e tij. Dhe është ajeti tjetër kuranor për shembull, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. O të cilët keni besu, o ju besimtar, vërtet disa nga bashkëshortet dhe fëmijët e juve janë armiq për juve, prandaj ruhuni prej tyre. Çish mund të qenë armik? Mund të qenë armik në qoftë se gruaja, domethënë nuk është fetare.
që e zbrapse edhe burrin e saj prej fetarisë. Ka kësine. Domethënë, martohet me një femër, martohet për bukuri, për shkak të bukurisë së saj, dhe ajo pastaj nuk është fetare dhe ndikon që ky me u zbraps prej asaj fetarisë që ka pas. Mirë po, mund me konë, s'po them armik, po gati që aty, kur është për atyne që përmendu me heret, kur aja vetëm e intereson çështja e dinas, qefet e sajna, nuk e ndihmon burrin e saj në çështjen fetare, në çështjet e dijes, në çështjet e davetit, atëherë në farë mënyre ai nuk e konsideron në aspektin e jashtëm që është, domethënë sprovë për ta dhe në farë mënyre që mund me konë një vëllai armiku, mirë po e konsideron nimet të Allahut azza wa jall. Ndërsa sa i përket fëmijëve, sprova me fëmijë është atëherë kur njeriu për shkak të fëmijëve mundohet me siguri jetesën. Ka njerëz të cilët punojnë 2-3 puna. Ton koha e tyre shkon vetëm në punë. S'ka vakt as për me lexu Kur'an, edhe ato ibadetet që i bën kush e di çush i bën, vetëm sa, domethënë sa me kry një farllaj obligimi që mos më pas një farllaj përgjegjësie. Mirë, por nuk është ai më hershmi. Pse? Kur të pyet pse, për me u siguru jetesën fëmijëve, për me u lënë fëmijëve një pasuni pak më të madhe. Nuk e din se baki Allah azza wa jall bash ata fëmijë ban që nuk janë të dëgjueshëm ndaj prindit të tina. Baki bash kur vdes në momentin e parë ata e shpërdorin atë pasuninë e tyre, e pasuninë atina që ju kalon këtyre fëmijëve. Se është pasuri e babës, nuk e kanë fituar ata vetvetiu, po baba e kalon. Po kjo është mundu maksimum, me siguru jetesën, të mirat materiale, ndoshta nuk o mundu edhe në atë aspektin fetar të tyre me shkollu ose me eduku, po gjithë ditën vesh në përpunë dhe e bën 2-3 puna. Këta janë fitne për ta. E njeriu nuk e vren që janë fitne për ta. Mirë po, nga njëherë mund me konë në aspektin e jashtëm, dikush me mendu që gruaja dhe fëmia me konë fitne, mirë, por nuk është në të vërtet fitne. Kur njeriu për shembull, kur të martohet, i ka disa obligime, disa përgjegjësi ndaj familjes. Edhe është e natyrshme që njeriu mos me konë ai që ka qenë më herët në raport me davetin ose në raport me dijen ose mund me ndo kjo në një periudhë caktuar, kohore caktuar, prap nuk rikthy. Po është e natyrshme. Dhe kjo pra është e kuptueshme dhe pashmangshme që ai tash, domethënë nuk mund me konë sikurse personi i cili është beqar, i cili ka kohë dhe ka energji dhe ka kohë për me shku në përderisa të ndryshme, më marrë me davet. Në qoftë për këtyre njerëzve që pakaz është zbej për shkak të përgjegjësive familjare, atëherë kjo është e kërkueshme dhe kjo është ajo që më thonë është ky njeri e mon balancën e tina, se do të vjen për këtyne sebepeve, se ka i herë njerëzit në jetën e përditshme nuk e mojnë balancën e tyne, nuk janë real me vetveten e tyne. Qysh nuk janë real me vetveten, dashur po kalojmë në këtë pikë, në këtë sebeb, nuk janë real. Domethënë, aftësitë e tina janë të kufizuar, ndërsa përgjegjësitë që i ka marrë ai janë shumë të mëdha. Ose punë që ka marrë me kry, janë shumë të mëdha. Kjo është njëra prej atyre formave kur njeriu nuk është real me vetveten e vet. Domethënë, dëshiron shumë, ka entuziazëm të shumt, mirë po në një aspekt tjetër, ai nuk mundet me përballu këtë përgjegjësi. Nuk mundet dhe çka ndodh, për shembull, kur një person në kohë në një periudhë kohore prej 5-6 viteve, për shembull, aktivizohet, është aktiv në davet, është aktiv në derse, kështu me radhë. Dhe mas një kohe vren që njerëzit e tjerë, shokët e tij, janë bërë milionera ose janë bërë njerëzit që kanë bërë pare. Edhe tash i vjen shejtani në mendjen e tij e thotë çfarë. Tjertë, ecën për parun, e bënën pare, ti mete çtu, me davete, me ti vete, me të shku në për derse, në për kësine. Tash e nis mos zbraps ky njeri. Pse? Domethënë, ka nis mos zbraps se ndoshta njëra prej atyre arsyeve nuk ka qenë real me vetveten e tij, se ka marrë përgjegjësi më shumë se sa që mundet me përballu. Domethënë, aftësitë e tina janë të kufizuar. Mirë po përgjegjësitë që ka marrë nuk mundet me i përballu, pastaj lodhet. Dhe kur lodhet, pastaj vjen shejtani me këtu
me këto farë mendime edhe vezvese e thotë se çfarë tjertë ecën përparun, bënën shtëpia, bënën kerr, bënën këto, bënën këto, ndërsa ti kumete ti. Domethënë, për këtë arsye njeriu duhet me kon edhe real me vetveten e tina edhe me kushtu vëmendje edhe familjes tina. Ata të cilët merren me aktivizëm, me davet, duhet me pas në konsiderat këtë çështje. Domethënë familja e tyre ka hak ndaj tyre, edhe vetvetja e tyre, edhe gruaja e tyre. Domethënë nuk bën me harru edhe familjen, babën edhe nanën, edhe nuk bën me harru edhe gruan edhe fëmijët. Tash domethënë preokupimi i tepërt me kinse me davet, duke i lënë disa përgjegjësi tjera familjare, ndoshta çka far disbalance shkakton plagështi. Edhe mundet me shkaktu shumë plagështi, se diku njerëz mundet me përballu edhe çështashën e vjen shejtani. Ose ankohet gruaja, nganjëherë gruaja edhe fëmijët ankohen tek ndonjë hoxhë ose tek ndonjë person që na kalon keq. S'është kërkah me neve, nuk po kryen ato hakën që kanë ndaj neve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, domethënë Selmanit edhe Abu Darda që ka thonë, inna li nafsika alayka haqqa wa inna li zawjika alayka haqqa, edhe nefsi jot, edhe vetvetja jote ka hak ndaj teje, edhe Allah azza wa jalla ka hak ndaj teje, edhe gruaja jote, edhe ai domethënë musafiri kur shkon ka hak ndaj teje. Prandaj secili të japja hakun e tij. Sa kur ka shku Selmanit te Abu Dardaja, ka gjetë që vetëm duke u fal. Ndërsa gruaja e tij është anku. Është anku se s'po ka vakt për neve, s'po ka vakt për familje, kështu me radhë, edhe e ka udhëzu. Është hadith i njoftën në Sahih Buhariut edhe në Sahih Muslimit. Pra, njeriu gruaja e tij dhe fëmijët e tij mund me kon fitne, mund me kon edhe armiqtë të njeriu, dhe kjo mund me shkaktu zbrapsje edhe dobësim edhe plagështi, po është e natyrshme kur njeriu zblehen disa prej aktivitetet e tina për shkak të përgjegjësive që ka marrë pasi që është martu, edhe do të më kushtu vëmendje edhe familjes së tina, babës e nanës, edhe gruas edhe fëmijëve, po nëse nuk e mban këtë balans, nëse nuk është real me vetveten e tina, atëherë mundet edhe kjo disbalanca me shkaktu që mu plagështu, thash me vrejt që tjertë kanë përparu, vjen shejtani, tjertë kanë përparu, kanë ecë, kanë bu pare, kanë bu këta, veç na kena me të keq, veç ndoshta shejtani e nxit gruan e tij ose dikon tjetër që me fol ata me këtë farë, domethënë me këtë farë diskursi, me fol bashkë me ta edhe pastaj ai mos braps. Kjo është njëna për arsyeve. Njëna për arsyeve tjera është edhe kur njeri jeton në një ambient prishun, një ambient i cili është full me gjunohe. Shkurse të na për shembull. Është e natyrshme nëse një ambient kur na nuk e formojmë për shembull ambientin ton fetar me vllazëllak, me nejt gati njëri tjetër. Do thonë nëse kjo përboj bashkë me edhe një çështje tjetër, njeri kur është individualist, domethënë don veç vet, nuk është me bashkësi, nuk është me kolektiv, nuk është me vllazëllak, nuk rrim bashkë, shumë lehtë mundet shejtani me zbraps prej asaj në cilën është edhe me kap plagështia, se shfrytëzon, është sikur se ajo delja e vetme, delja e cila është kput pe kopes. Dhe kur jeton njeriu në këto ambiente, gjinohet, se cilat na i bojmë në këtë vend, e që shpresoj tek Allah azza wa jall që edhe njerëzit të cilët largohen prej gjinoheve, djemt të ri, edhe vajzat e reja që largohen prej harameve, prej zinos, e prej shikimit haram, me shpërblimin shumë të madh. Për arsye se fitnit janë shumë të mëdha dhe shpërblimi i Allahut azza wa jall është shumë i madh. Mirë po vetvetiu njeriu duke bëu gjinohe, ndikojnë ato gjinohe që me zbrapse, me pengu edhe me plagështu njeriu. Bile mundën edhe me ja pengu edhe me stopu, me u kthy mbrapsht. Çka thoni Ibn Qayyim rahimahullah, në një fjalë të tij na thotë se domethënë gjinohet janë sikur se barr. Dhe Allah azza wa jalla ka thonë: "Wala yahmiluna athqalahum athqalahum ila athqalihim." Domethënë kanë me i bardh ato barrat e tyre, domethënë gjinoheve, edhe gjinohet e të tjerëve, nëse janë për aty në të cilët i kanë
deviju të tjerë, kanë i bartë në, domethënë përsipër, kanë i marrë përsipër barrat e tyne, gjunat e tyne dhe gjunat e të tjerëve. Pra gjunat janë barë që njeriu i mban në shpirtin e vet. Nesta ka me konë edhe barë reale, që njeriu ka mi pa këto gjunat e tina, domethënë ditën e kiametit. Mirë pa janë barë. Këto barë e pengon njeriu, sikurse njeriu kur të ecë, don me ecë, ka me shku synon dikon, për me shku në rrugë caktuar, në një destinacion të caktuar. Në qovë se ka barë caktuar, për shembull, në qovë se i ka për mbi vete, për shembull 2-3 kg, nuk është problem, nuk është barë e madhe. Mirë, por në qovë se i ka për mbi vete në një çantë, për shembull, me 10 kg, është pak më vështirë, ka me lodh shumë më shpejt. Po në qovë se ka 50 kg, atëherë ky 50 kg s'ka me shku gjatë, ka me pengu, ka me stopu edhe s'ka me mujt. Pra, njeriu kur jeton në një ambient i cili është full gjinoha, atëherë këto gjinoha ndikojnë që me e zbrap njeriu edhe me shkaktu plagështi të ai. Po është edhe një sebeb tjetër që kam përmend, dietarët, është kur njeriu rri me njerëz me ambicie tolta, me ambicie dobta. Ka njerëz të cilët në aspektin jashtëm ty të duket fetar, po s'ka kurfar ambicie. S'ka as ambicie me mësu Kur'an, as me lexu, as me shku në derse, as me marrë me davet, as kurgjë. Në një aspekt të duket që nuk ka problem me këtë lloj të njerëzve. Mirë, po realisht ky lloj njerëzve veç e zbrops njeriu edhe ligështon. Se ata ambiciet i kanë shumë dobta. Hajde po dalim me pini kafe, hajde po shkojna këto aki vakt. Domethënë nuk ka prekupimi tina është veç me çështje tolta. Domethënë kur nuk gjon për ty në ndonjë ambicie pak më të lartë, që me kap me lexu diçka, me mësu diçka, me punu ose me thirr njerëzit në davet. Nuk e gjon. Ka njerëz të tillë fatkeqësisht ka që janë shtu. Domethënë ka njerëz të tillë që janë shtu. Kur të rrin me këta njerëz, vetiu ka mos zbraps. Edhe pse ty të duket që është fetar, mirë po ambiciet i ka zero. Ambiciet i ka zero. Kur të rrin me këta njerëz është njeriu duhet me përgjigjet për këtë arsye dhe shoqërinë. Duhet me ditë me kanë porrin. Kur rrim me njerëz të cilët mësojnë përmendshë, mësojnë Kur'an, domethënë përsëricin ato çka marrin pe hoxhallarëve, gjithmonë i sheh domethënë se çka ke bëu në doni vepër të mirë, alhamdulillah, njeriu edhe pak më i dopt, nuk ka problem se nxitet edhe i ngritën ambiciet e tij. Mirë, po me këta njerëz të tjerë pak problem është. Se vetvetiu nuk e heton veç kur të vëresh vetveten që edhe ty të kanë ambicet të kanë bëu zero. Për këtë arsye një prej atyre shkaqeve është që me një njerëz me ambicie të dobta. Për këtë arsye duhet me ditë me kanë po shoqënues. Këherë ajo që e cila shkakton plagështinë është që qëllimi për cilën po punon ose po mëson është i paqartë. Ka qartësi në qëllim. Pse për shembull po shkon në filan dersin, Allah më ka thonë një shok. Ose kam lexuar një libër, edhe më diku për erëtina librës, ose prej një ligjëratës më diku. Do thonë, kjo mund me konë momentale, mirë po njeriu duhet me ditë qëllimin e tina edhe për me bo davet, edhe për mësim e kështu me radhë. Me konë qëllimi i qartë. Nëse është i paqartë veç për hatër dikujna, ose që ndiku vetëm prej një ligjërate, atëherë është rrezik që njeriu me kalimin e kohës mos zbrapse edhe me ka plagështia. Se ka qëllimin e qartë, nuk din çka bën, nuk e din kujna me kushtu vëmendje pak më shumë edhe kujna mos më ka kushtu vëmendje. Domethënë nuk e ka qëllimin e qartë, çka po don pe jetës tina, çka po don pe adhurimit, çka po don me mësu, çka po don me punu edhe në davet e kështu me radhë. Për këtë arsye sa më i qartë që të jetë qëllimi i përgjithshëm, atëherë aq më shumë njeriu është i qëndrueshëm edhe në fe, edhe në davet, edhe në përgjithësi. Çështja tjetër është edhe kur njerëzit e kanë qëllimin e qartë, ka një lloj njerëzve që qëllimin e kanë të qartë, po nuk beson fort në çfarë punën që e kanë u fut. Nuk është fort që duket interesant. E ka qëllimin që është mirë, është Allah është përbleft, po për shkak për hatër një shokët, për hatër dikujna, e kështu me radhë, nuk është që beson ai vet ka bindjen e tina. Në çato që po, domethënë, po e thirr ai tjetri ose po aktivizohet. Për këtë arsye mas një kohë e vërejtë që u zbraps, u plagështu. Pse? Domethënë s'ka besu fort në çat projekt,
ose s'ka besu fort që duhet me ndjek çto dersa ose që ta adhurim me bo kështu me radhë. Edhe kjo është një prej sebepeve që kam përmend. Këto mungesa realitetit e përmendëm pak a shumë. Këtu ka masanej shumë çështje. Pe mungesës së realitetit është fillimi i gabuar dije. Kur njeriu entuziazmohet, kanë thonë ose kanë dëgjuar në ders për shembull se ka pe dietarëve që domethënë lexojnë ka 10 sahat, 11 sahat, 12 sahat, edhe do më bëj si Ibn Hajeri ose do më bëj si Imam Mahmedi ose ai tjetri. Kjo ka ambicie të larta, entuziazëm të madh. Mirë po gabim ja ka nis. Pse? Tash do më nis pe librave të mëdha. Sidomos kjo vlen për më shumë për ata të cilët dëshirojnë me marr kërkimin e ditorisë dhe me vazhdu kërkimin e ditorisë. Nuk janë nis prej 3 parimeve, prej gjërave pak më thjeshta, abdes kështu me radhë, po janë nis prej librave të mëdha. Edhe janë nis me mesele të mëdha. Edhe janë nis me gjëra që se ka entuziazm, ka ambicie të lartë. Po gabim është rruga që e ka nis. Gabim është rruga, se çka rrugë bën që mos bëpsën mas nikuhe. Pse? E shet që është e vështirë. Rruga e dijes është e vështirë. Sidomos në arabishte, për shembull dikush dëshiron me lexu Fathul Bari. Fathul Bari është komentim e Sahih Buhari që ka përpiluar Ibn Hajeri. Është libër voluminöz. Edhe ka gjithçka aty, ka në usul fiqh, ka domethënë rreth transmetuesve të hadithit. Ajo është për dietar. Tash ky pe duken këtina të vogla këto librat fillastare. E çka bën? Hajde të marrim këto librat e mëdha. Edhe meselet e rënda. Po e shet që s'po mundet me kuptu mirë, për shembull. Çka bën masanej zbrapset? Se thotë ka vështirë dia. Dia do të më shku katër kadale. Do të më nis me dijen fillimisht për gjërave elementare, kryesore, masanej duke u ngrit nivelin e dytë kështu me radhë derisa të arrish. Nëse ja nis njeriu gabimisht dallash, atëherë kjo ndikon që ai mos zbraps, edhe me lon domethënë dijen. Pej sebepeve është edhe pengesat e vështirësitë. Puna davetit, puna thirrjes nuk është edhe lehtë. Është një përzgjedhje nga ana e Allahut azza xal që bën njerëzve. Mirë po, mundën me ardh disa pengesave kur ja nis njeriu me zgjeru davetin e tij. Unë marr pengesa për njerëzve të ndryshëm, me peqarëve të ndryshme. Nëse nuk ka përgatit njeriu për këto pengesa, për këto fitne, për këto sprova që mundën me ndodh. Nëse nuk e ka lexu mirat sirën e pejgamberit alayhis salam, edhe sirën e sahabëve, çfarë pengesa kanë pasur, çfarë sprova në davet për shembull, atëherë që to mas një kohë mundën me zbraps njeriu shumë lehtë prej davetit, prej aktivizmit. Se nuk është përgatit. Nuk është përgatit. Dhe më thonë e ka paramendu që kjo puna është e lehtë. Ja duhet me paramendu dhe desene që nga një herë mundë me do dhe pengesa. Mirë po ti nuk të banë më zbraps. Se ti duhet me kuptu që kjo është ligji Allahut azza wa jall. Kjo është ligji Allahut azza wa jall që i sprovon njerëzit, po i sprovon sidomos në çështjet e davetit. Sahabët e pejgamberit alayhis salam na dinë, Ammar ibn Yasiri, sahabët e tjerë të cilët janë persekutu. Çka për punë davetit, edhe Abu Bekri ata të tjerë. Këtu nuk kanë veç historia që njeriu duhet me lexo. Ja, këtu të kallëzojnë që çështja e davetit, aktivizmi kështu me radhë, ka mundësi me shkaktu pengesa. Nga njerë këtu pengesa e bën njeriu me u zbra për arsye se si ka paramendu. Nuk e ka paramendu. Tash ka bën, domethënë zbrapës, e Allah shtirë të ka. Ne duhet me paramendu. Duhet me paramendu edhe me lexu ato ligjet e Allahut azza wa jall kozmologjike, sunanullah dhe me pas parasysh. Pite kalej dhe çështja. Çështja tjetër është edukimi i dopt. Çfarë do të thonë edukimi i dopt? Njeriu fetarisht duhet të eduku në gjitha aspektet ose në shumicën e aspekteve. Për shembull, në çështje të dijes, çështje të ibadetit, çështje të adhurimeve të zemrës. Domethënë duhet të koni edukum me pas parasysh shumë për adhurimet të zemrës, me që rrënjos ato mbetjet e gjahiljetit, edhe me u largu prej smundjeve të zemrës, pastaj edhe me koni edukum edhe me marrë iniciativa edhe me koni aktiv edhe në davet e kështu me radhë. Domethënë nuk është vetëm një aspekt i caktuar. Se dikush për njerëzve për shembull e merr vesh një aspekt.
të dijes, edhe me çato mjaftohet. E lën anash punën, veprimi me dije, ose tjetri merret veç me adhurim, nuk merret me dije. Tjetër vetë me aktivizëm, pas nuk e intereson puna e dijes. Ose domethënë puna në davetet e ka ai. Ka disa për xhamateve që merren veç me davet. Mirë po nuk interesohen që me marr dije, që ajo dija pastaj me uzu qysh me i thirr njerëzit në davet, ose nëse përballet me ndonjë problem, atë qysh më apo. Pra njeriu kur e ka edukimin e dopt, nuk e eduku mirë, atëherë kjo ndikon që mos brops, edhe ndikon që ata me kop plagështia. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku sahabët e tij në fillim. Ka marrë një periudhë gjatë, pak veta kanë pranuar Islamin, pak veta janë konë që kanë përgjigjë pejgamberit alayhis salam. Mirë, po pejgamberi alayhis salam i ka eduku ata në tëna sferat, në tëna aspektet e jetës. Çta janë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mbështet, nëse mund të thonë ta, edhe në për momentet më kritike. Kur tjertë për shembull kanë filluar me renegu, edhe pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, çta njerëz janë ata që kanë bërë çlirime. Pse janë eduku mirë në çdo aspekt. Kur njeriu nuk edukohet mirë në çdo aspekt, ose në shumicën e aspekteve, atëherë është rrezik që mos zbrops edhe me kop plagështia. Dhe e fundit që do me përmend është se rruga gjatë dhe përkrasit edhe ndihmësit e pak. Nga njëherë, në një periudhë të mundesh me pas disa shokë që ke pas, e ke bo davet, keni shku në për derse, edhe keni bo adhurimet të ndryshme, i në kontëp, mirë po, në zonë njëni me dynja, tjetëri me diçka tjetër, edhe ke mbet vetë, ose keni mbet 2-3 veta. Në thonë, puna davetit, sidomos, është puna e gjatë, nuk është vetëm 1 vjet, 2 vjet. E tash kur zgjatet kjo puna e davetit, e thirrjes, edhe domethënë udhëzimit, çto plot njerëz bin. Plot njerëz bin se ka pak për krahas. Dhe rruga e gjatë bën që njerëzit me u zbrapse dhe me ka plagështia. Në fund, shkurtimisht, qysh me mjeku, se i përmendëm shkaqe të ndryshme. Qysh me mjeku. Mjekimin e kom përmend brenda shkaqeve. Shumë shkaqe që i ka kuptuar njeriu që janë të dobësimit edhe të plagështisë, automatikisht e kupton se mjekimi është e kundërta është aty në shkaqeve. Sinqeriteti, duhet njeriu vazhdimisht me punu me vetveten e vet. Në fillim ja fillon mirë, pas një kohe të ndryshohet njeti, dohet vetveten e tina. Po ashtu nëse për shembull e ndin ngurtësim në zemër, ose ai tjetër për shembull e harxhon kohën e tina, ose ai tjetër për shembull domethënë ka problem me fitnë i ka gruan edhe fëmijët e tina, me ditë ku është problemi, në mënyrë që me i largu ato shkaqe, ose me dyshish me apo me përballë shumë lehtë me ato shkaqe. Për këtë arsye automatikisht ai cili ka kuptuar shkaqet e ka kuptuar një pjesë shërimit. Se një pjesë e shërimit është në kuptimin e shkaqeve ku është problematika, në mënyrë që pastaj me ditë njeriu çysh më apo. Po pe gjanave që nështë nuk e kemi përmend, është pe kryne gjanave që nuk e kemi përmend, ose mundëm edhe njëherë me refleksu, është që me pas kujdes ndaj imanit tina edhe me ripërtri vazhdimisht imanit e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith: Inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb, fasalullah an yujaddid al-iman fi qulubikum. Imani vjetrohet, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në zemrën e ndonjëri për juve, çush vjetrohet rroba. Rroba vjetrohet. Dhe imani ka nevojë për me ripërtri. Ata i thotë kërkoni nga Allah që ta ripërtrini imanin në zemrat e juve. Qysh me ripërtri, qysh me shtu imanin, ka kjo temë veti, qysh me shtu imanin, mirë po, 4 çështje kryesore që ndihmojnë me shtu imanin, që janë që shtu imanin. Domethënë, meditimi në emrat e Allahut azza xal, në ajetet e Allahut azza xal, në shenjat e Allahut azza xal, kozmologjike ose edhe fetare në Kur'an, në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, meditimi në cilësitë e Allahut azza xal,
do të thonë kuptimi e emrave të Allahut azza wa jall, edhe kuptimi e cilësive të tij në mënyrë që pastaj me ndiku janë me madhëru Allahun azza wa jall, me pas frikë për tina dhe me shpresu tek Allah azza wa jall. Kjo një. E dyta është që më largu pe gjinave, me bo vepra të adhurimit e ndryshme, çto janë ato kryesorët që mund me përmend rreth shtimit të imanit si kurim për plagështinë. Edhe këtu hin edhe dhikri. Pastaj pe kalajde. Do thonë duhet vazhdimisht me kërku dije. Këta përmendëm edhe një herë, po rithekse edhe një herë. Se njëri kur duhet me mjaftu me atë dije që ka. Vazhdimisht duhet kërku dijen, pastaj ndikon që kjo dije me nxit ata dhe me zbraps pe asaj në plagështisë që ka përshku. Do thonë kur njeriu vazhdimisht ngon derse, nga një herë e shet që është dobësu, ngon një ders për shembull për ditën e Kiametit, ose për shpërblim të madh që ka përgatitur Allah azza wa jall për atë vepër, ose për atë ka përgatitur për shembull shpërblim të madh për ata njerëz që largohen prej gjinave të caktuara. Do thonë me rëndësi është me kërku dije vazhdimisht. Me derse ka herë imanore, ka herë me derse të tjera, po mos me ndërprej kërkimin e diturisë. Njëna për aty në sebepeve është metodologjia me kone sakt. Se plot ka xhamate që kanë metodologji të ndryshme, qoftë në davet, qoftë në kërkimin e dijeve, qoftë në qëndrimin ndaj disa çështjeve. Njeriu do të me qenë i sigurt në metodologjinë që ka. Që mos marr mas një kohë me kuptues që ka pas dallash, ka pas gabim. Metodologjia do të me qenë ehlu sunetit e xhamatit. Do thonë në kuptimin sipas kuptimit të atyne gjeneratave të mëhershme. Që kjo është ajo garanca dhe siguria që njeriu me ditë sigur që është në rrugën e drejtë. Si sa është në rrugën e drejtë, mas një kohë e kupton se pas ka qenë dallash edhe se pas ka pas metodologjinë e saktë atëre, kjo shkakton edhe jo rahati edhe jo qetësi shpirtërore të ai. Gjithmonë masanej mund të më marrë shejtani më thon po, çitash, që kjo që ke përçafuti, a është rruga e drejtë apo është rruga e drejtë? Për këtë arsye, njeriu pe fillimit kur e ka të qartë metodologjinë e sunetit, edhe pason këtë metodologji të sunetit, e sahabët pejgamberit alayhis salam, tabiinëve, dietarëve të mëdhenj, atëherë është i sigurt edhe kjo ndihmon me e kuru edhe plagështinë. Mesatari edhe ekuilibri e përmendëm pak a shumë. Do të thonë kur njeriu duhet me qenë mesatar, edhe jo vetëm më përqendruar në diçka, pastaj milion anash diçka, se pastaj edhe kjo ndikon që sidomos në milion anash çështjen e familjes, së gruas, së fëmijëve, pastaj vjen shejtani se me atë mendimin se çfarë tjerë kanë përparuar ti kemi, domethënë kur gjë s'ke bu për çështjet e dinjas, njeriu do të më bëni fal balance, do të më bëni fal me marrë një fal ekuilibri, pastaj edhe organizimi i kohëve si shpejt e përmendi. Një për aty në sebepeve kryesore është edhe më kujdes për ata cilët i ka plagështia. Ka njerëz për vllaznive, kanë qenë top, kanë qenë me neve, kanë qenë në përderse, në për aktive kështu me radhë, dhe në adhurime, po mirë po mas një kohë e vrejnë që se ke pa një kohë të gjatë, ku je filan? Thotë Allah që është mundohet ka herë njeriu ndihet keq, ndoshta për shkak të një gjunohe që ka bëu, ose ka marrë vesh të tjerë që ka bëu një farë gjunohe caktuar, edhe ndihen siklet. Tash njerëzit të cilët dojnë me rrugë të vëlla, duhet mos me bot madhe edhe aq shumë. Duhet me kuru edhe me qyr qysh me trajtu, me agjet atë farë mënyrën më të mirë, qysh me ja zgjidh problemin edhe qysh me ndalu nga ky gjëna. Edhe me kallzu atina që mos u ninë siklet, na jena apet vllazët e tu, na jena që të ndihmojna, na jena që të rrina gati, ti pa neve shumë let mundesh me deviju, shumë let mundesh me dëpsu, mirë po na jena që të rrina gati. Ç'kjo është, domethënë me pas kujdes ndaj atyne që ka kap pasiviteti, mos milon që me thon alhamdulillah, edhe që ky devijaj, ose me neglizhu ata, ja. Me kap, me shku të aj, ka herë vetëm një, veç me najt me ta, veç me janë digju lafet, ose brenga që ka aj, vetëm një buzëqeshje e mirë, një afrim, një fjallë e mirë, ndikon që aj mori këthy edhe njëherë, qështë ka qenë. Për këtë arsye, duhet me pas
parasysh këtë çështje. Domethënë mi unet gati njerëzve të cilët i ka kap dembelia, sa i mundet me ka. Edhe po i të kaloj se njëna për aty nëse beve që po duhet me përfundu është me lutë Allahun Azza wa Jall. Me lutë Allahun Azza wa Jall më na mbrojt prej përtacisë, prej plagështisë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej duas së tina që me e lutë Allahun Azza wa Jall. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. O Zot, më ruaj, kërkoj mbrojtjen tonë nga pafësia, nga dembelia. Kjo është kur ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka dashur me treguar metet e tij se ka mundësi ata mi kap dembelia dhe përtacia, mirë po do të me lutë Allahun Azza wa Jall. Se Allahu Azza wa Jall është ai i cili të ndihmon ty me të kalu këtë sprovë që të ka kap. Për këtë arsye njeriu do të me bë dua Allahun Azza wa Jall me forcun fe, me forcun në dhëm, në fetari, edhe me rujt prej demelisë dhe prej përtacisë. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.